janë takime të rregullta me strukturat e LD-s, Vlenit, me situatat e reja të kryera politike, për të informuar domethënë se ka rrjedhim për momente domethënë edhe me brenda, edhe me Vlenin, edhe me qeverinë. Pa ajo që është edhe evidente, domethënë që e kumtum, që bëjmë një hap tutje, domethënë për konstituimin e Vlenit prej koalicionit në një parti politike, ndërsa në qeveri mendoj që edhe në këtë aspekt po sqarohet situata që ka një rregull, domethënë nuk mund të jesh edhe pozit edhe opozit, nuk mund të kërkosh votën e qytetarit për të sjellë ndryshime, për të sjellë pluralizëm, për të sjellë demokraci, dhe të njëjtën kohë të bashkëpunosh pra me Bashkimin Demokratik për Integrim. Mendoj që këtë më veç e kanë kuptuar gjithë partnerët në qeveri, ndërsa ne si LD, si Vlen, kemi kërkuar votën për ndryshime, kemi kërkuar domethënë që këto ndryshime të ndjejnë edhe qytetarët, nuk kemi premtuar që për 7-8 muaj gjithçka të realizohet, mirëpo thjesht pra edhe këto 7-8 muaj mund t'i krahasojmë me 8 vitet e kaluara të atyre që kanë pas numra shumë më të mirë si BDI, që nuk i kanë shfrytzuar në interes të qytetarëve, kanë shfrytzuar për korrupsion, për kazinot dhe për dukuritë tjera pra negative. Dhe ne do vazhdojmë pra edhe më tutje me programin tonë politik, me projektet politike, me investimet kapitale, pra fushatën do koncentrohet drejt zgjedhjeve lokale, jo fushat domethënë me llafet mëdha punë hiç, po me fushat konkrete për zgjidhje për të përditshme të qytetarëve tonë, të standardit tonë, sepse duam ta ndalim hovin e shpërnguljes së të rinj.